Ky emision mundësohet nga Care and Hair Fix, Bavaria, Migros, BioSteel, Mons Pools, Konsan, Mishtore Meli, Autosaloni Alberti, Hija e Maleve. Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se vini në një tjetër natë, në dhezë mikrofonin këtu ku gjithmonë muzika flet. Mirëmbrëma Ega. Mirëmbrëma Ben, she, a je mirë? Mirë, faleminderit, mirë. E kam sot një kërkesë për ty. Hajde. Po du sot me prezentu këngëtarin pak më ndryshe. Po. A munësh me bu një vi melodike të këngës këngëtarit edhe publiku me gjetë kush është? Okej, po më pëlqen. Pa tjetër, po besoj që kanë me ditë. Hajde. Inshallah për din. Po besoj që këtë din, një hit shumë i madh, një këngë që personalisht e kom dëgju, edhe Ega. Edhe one ti për shumë. Ega ka përndryshe ka vujt me këtë këngë. Edhe bini bashkë me mu. Okej, sonte kam kënaqësinë që me neve mysafir është këngëtari nga Shqipëria, Anduel Kovaçi. Nisëgjar. Mirëmbrëma Bin, mirëmbrëma Ega dhe mirë si u gjeta dhe shumë kënaqësi që jam sonte këtu me ju. Faleminderit shumë që ke pranuar ftesën në orë. Neve që kena pas biseduar edhe më herët, po ke qenë i angazhuar bashkë atë periudhë kur edhe kënga malli e morr rreth hovin e vet, edhe që pra i erdh koha me qenë tash bashkë me neve. Qysh që pas sezonën, po besoj që tash sezonën e verës ke qenë i ngarkum. Një eksperiencë shumë e bukur, domethënë vi nga një eksperiencë që ishte edhe ferma, me thonë drejtë edhe kishte ngarkesën e vet, por pas fermës ishte një sezon shumë i ngarkum me koncerte, me dasma, me aktivitete të ndryshme. Edhe pak i lodhun, por kur je le të themi, kur je i ri edhe e përballon kollaj. Ki vullnet, edhe punën që do ne bën me dëshirë dhe nuk priton. Shumë e vërtet, domethënë është kënaqësi. Unë po du m'ja nisë për këngës të me të preferume malle. Po du me dit a është dedikim për dikon. Nëse s'është, çka u frymëzove me bu këngën? Atëherë, unë jam këngëtari kësaj këngës, kompozimin e ka bo Irken Cyga, e përshëndesim. Po, përshëndesim. Dhe kjo është këngë pjesëmarrëse në festivalin e 60-nit të Radio Televizionit Shqiptar. Po. Me këtë balat kam qenë përfaqësu kënga ime e parë, le të themi, dhe fillimi mor gjysa punës. Kur e ke ndëgju për herë parë, atë ka pëlqy, a ke ndryshu diçka, a e ke pranu komplet çdo që është tash? Ne në fakt unë kam dëgju vetëm refrenin. Dhe pastaj e kemi zhvilluar bashkë me Irkenci në studio. Kështu që po, domethënë vetëm refreni ka qenë ai që më ka ngjit fort, pastaj ka ardhur duke u kriju, le të themi aty për aty. A muj me të pytë qyshe prite, kejtë vëmendje për kësaj kënga? Se kjo këngë ka gjatë bum? Po. Ndoshta kam bërë një gabim që nuk e prisja, edhe nuk e shfrytëzova ndoshta si duhet. Sepse ishte një moment shumë i bukur që mbas asaj këngët nuk u do të munal mohadin, që me hyt taman, flasim drejt, që me hyt taman si duhet, thjesht kalova në një rahati, një comfort zone, ku s'po më interesohet e fort bane një këngë shumë okej në rregull, por hajde. Edhe ndoshta nuk isha gati. Edhe prandaj ka qenë pak kam qenë pak si skeptik qa me nxjerr, qa me bë, qa këngë me knu tashmë atin. Por avash kemi filluar. Qa ka ndryshuar më saktësisht prej momentit kur malli ka shpërthy? Atëherë, duke filluar që nga absolutisht nga puna. Po. Pra, domethënë aktivitete janë shpeshtu, kërkesat për punë, patjetër për dasma, për mramje dhe jo vetëm. Dhe normal është edhe një kënaqësi në fakt. Merr edhe shumë kënaqësi kur ti ke bëni këngë dhe ajo këngë se përgjithësisht vërtet ti e din edhe shumë mirë sa vështirë është për me e gjetë një këngë. Ajo është e gjeti, ishte një goditje. Po, dhe që mu më dha një kolpo shumë të madhe në karrierë, kështu që e fillova mbar. Zakonisht, se që me Irkencin e keni vazhdu me punu këngën bashkë, po mrej, a përfshihesh zakonisht në për gjatë punimit këngëve? Unë me thonë drejtën kam baru kanto, kam baru universitetin për kanto. Po, dhe absolutisht po, kur është diçka që më e shoh
jap një këndvështrim tjetër, pra diçka që nuk më bind, jap një këndvështrim tjetër, pra që mund të funksionojë kështu, dhe patjetër që po, do ndërhy. Nuk jam i fiksuar me ndërhy se është mirë që ka një anë ta lesh paksa dhe kompozitorin shpalos ato që ai don me shpalos, por që jep një këshill, një këndvështrim të bukur. Ki edhe një uri edhe din çfarë me dëshu se kur me reagu është gjithmonë lehtësim edhe për kompozitorin. Në vërtet, sepse vaj le të themi ta di se ku don me shkuti. Le të themi kur kompozon një. Patjetër përderisa edhe kompozitori, në këtë rast unë që kom kriju dhe krijoj këngë, përderisa nuk mëj me njoft shumë këngëtarin, sa ka kapacitet. Edhe unë e pranoj këshillën ose një ide tina se mund me qenë hera e parë që punoj se nuk kam shumë njohuri, normal ato bazikën po se sa ai mundet me ditë, po nëse nuk e njeh shumë si këngëtar, okay. Do të po në fakt edhe ku flen ai, se ti ndoshta mendon le të themi që është mirë në balada, por ndoshta ai mund të jetë mirë në zhanër tjetër dhe po sikur shumë këngëtar që ti i ri edhe e ke gjetë shpejt atë gjetjen që e the, po ka këngëtar që kënojnë me vitet tona dhe shumë vonë dikur bin këngën që u dosht me pas ndoshta para 15 viteve, edhe me vonesë. Ndoshta nuk e di, mos besimit e kompozitorët, unë e di që edhe shumë këngëtar edhe gjithmonë kërkojnë një këngë ata që e dojnë, jo një kompozitor që e ofron. Se kompozitori zakonisht mund me ditë më mirë se këngëtari se çka mundet. Po tjetër. Se muzikën e bojna, nëse e bën për treg edhe për popull, do të më bë të ata çka dojnë, një servu. Nëse ti don çfarë me bë, e bën një album që po don ti ose një diçka. To thuaj kom bë për vetë, jo, edhe kush do të ngon, kush do jo. Apo e ka? Qashtu është. One po du me të pyet, a kishe dash me bashkëpunu me dikon prej Kosovës, ose prej Shqipnis, ku do që të konvenon ty? Me këngë kish pas qef me bas një bashkëpunim? Po. Okej. Të them të drejtën, kam, le të themi, e shpreh dëshirën për më pëlqen shumë MC Kresha. Më pëlqen shumë Dafina. Le të themi mbaj fort ndërthurit midis dy zhanërve, sepse në këtë kështu. Këta dy si më që du fort, domethënë që du ta bëj është një me Ilir Shaqirin, që kemi fol, kemi diskutu me të madhin e Kosovës, këtë shqiptarisë. Edhe me këta le të themi që i kam që më vinë, le të themi tani, por pse jo dhe me shumë këngëtar tjerë. A kemi ndaj datë kur kam ardhur bashkëpunimi me Ilir Shaqirin? Tani një datë fikse nuk kemi, ne thjesht duhet me gjetë një kongë mas pare që na fle të dyve. E kam pas një bashkëpunim fakt me kongën e tij tek festivali e radio televizionit. Okej. Edhe ai pashku shumë bukur. Edhe besoj që do na funksionon dhe do shkonte shumë një bashkëpunim me te. Pas edhe me Kreshin më pëlqen shumë. Ose Lir Kolçan, njëri nga. Po të kish shku? Edhe me të dy. Patjetër. E ka, koha për me knu? Po më nej, shumë. Patjetër. A kisha mujt one me zjetë cëllën kohë? Dhe sot këtë pjesë gjithë ti. Po shumë, po kom qef, që të kohë me ma knu se, që shta edhe bini kom vujt me ta. E gare, s'kom vujt. Kongën Malli. Okej, patjetër. Kongën Malli. Në fa, sol, la. Është në sol. Bëjmë sol, ku është originali? Sol e me. A ke problem, jo? Fare. Se këtu është një lloj sfide. Jam i gatshëm. Vajgon. More ti me vetëm, copat e kësaj zemre që janë thy, po të pres mu kthy. Veten e kam hum nga gjithë qka du, s'munde mos me vujt për sytë e tu, nata duket e gjatë, kur ty nuk të kam ngat. Unë çdo ditë po tretem, duke prit me apo vjen se mbyti malli, shpirtin e kam pik të hallit, apo vjen, po tu me pa,
po t'pret dhe hëna, i kam fol për sytë e tu, veç sot je din sa kam duru. Apo vjen se mbyti malli, shpirtin e kam pik të hallit, apo vjen, po du me t'pa, apo vjen po t'pret dhe hëna, i kam fol për sytë e tu, ve sot je din sa kam duru. Bravo! Sa mirë me një live këtë kongës, zot. Ka kënaqë. Shumë mirë, bravo. Edhe ke këndu njëjtë sukur në live edhe në festival që të kom dëgju. Në fakt unë e kom dëgju në festival për herë parë. Edhe i tregova edhe kur u takum që kur e kom dëgju kongën, ka pos sa ka qenë fillimi i saj edhe me klikime edhe me krejt, edhe më ka pëlqyer në start. Edhe ju kom thonë këtu në studio që jem, i thash që ke kongë shumë e mirë. Edhe që veç erdo kur dëllë gjithmonë që unë e thëmë që dhëtë me bo kongë të mira, se gjithmonë konga e mirë erdo kur shpërthen, mbet, kujtohet. E një ndikosh edhe në atë rastin që ka ndodhë të historia kongës që e ka këndu dikosh në bege diçka të shtu që u konë, apo? Në fakt, kjo si kongë në Shqipëri, le themi, ka qenë goxha. Po, goxha dëgjume dhe pastaj erdhi. Në Kosovë e morë? Po, në Kosovë erdhi Eli Male, në fakt, në një emision, edhe Gjeras në përshëndes, edhe e këndoj, dhe u këthy përsëri, le themi, u bë prap virale, ku më pas Atilla e këndoj në Big, edhe atë Gjerasin ta përshëndes, edhe e këndoj në Big dhe këtu pastaj, le themi, u dëgju magjërsisht kënga. Por, le themi, është një kongë që flen, një kongë që të rinë, dhe më thonë, mund të aknujnë të gjithë, jo vetëm këngëtari, sepse ka disa raste që janë disa kongë që i knujnë vetëm dhe më thonë, një këngëtar ose një jo populli. Shpesh herë mu më rastis ka raste që e ullë mikrofonin kur vjen në refren, sepse e janë ata që këndojnë. Po, e kom po. Anduel, se për këtë reportarit të Kosovës, se ti e këngëtar që veç performon, veç je aktualisht të performu në Dasma dhe në Ajenxhe, në Mbrëmje. Sa i përgatit me reportar në Kosovë? Mendoj që jam mjaftueshëm i përgatitur me repertuar Kosovës, sepse unë jam le të themi nga fusharzi. Jam nga veriu i Shqipërisë, kështu që ne shumë kongë i kemi të njëjta. Si të ngjashme, po. Si të ngjashme, po. Dhe kongë që dëgjohen, do të thonë atje, dëgjohen edhe këtu, kongë që pëlqejnë atje, pëlqejnë edhe këtu, kështu që mendoj që jam mjaftueshëm. Ndoshta po ty thell, okej, mundesh me mkap. Ti ke kombëtar të Kosovës që më i thellës nuk janë kaq më si din krejt kongë, po ti si këngëtar që ti je zhvilluar atje dhe je rrit me çat muzikë. Mendoj që jam mjaftueshëm i përgatitur edhe për repertorin e Kosovës. Bravo. Edhe po besoj që edhe ke dëpërtuar edhe kënej edhe çdo ditë çdo vit më shumë kemi pas kërkesa edhe në pjesën tonë. Jemi se ardhën. Patjetër, shumë faleminderit. A ndjen akoma presionin me nxjerr akoma hita pas bujës që bona? Si që thash edhe ma heret, është pak e vështirë kur keni kongë që e ki botë porën dhe ajo nez, fillon një farë pasigurijet, dhe më thonë, është të vërtet që është një pasiguri që artisti e ka me vetën e vetë, që do të thotë edhe luft, ndërkohë, sepse është luft, sepse dhe më thonë, ti duesh me zirë një kongë që me u përpjek me kalu atë që ke bon. Ose të paktën me kene për afërt, me kene aty. Dhe jo me pas, le themi, disbalancë. Prandaj është e sikletshme. Është e sikletshme, besoj që po ka disa për shembull që janë shumë okay, thotë hajde, ta bëj thotë s'ka problem, ti jet një produkt, hajde. Po në fakt është e vështirë. Po do më të pyet cili prej këngëtarëve prej dashpër estradës Shqipërisë të Kosovës ka përkrah para se më ndodh ç'kjo?
Tani, A nuk kanë përkrah, zakonisht deri sot në mrimin i pikë artistat e ri nuk i përkrahin. Do të thonë ti po thu mas i doli konga apo? Po. Pasi ka dal kongën absolutisht ka qenë Para, disa më thonë fal. Para se me dal konga. Po. Po para se me boni kongë. E vështirë është. Nuk më kam një emër konkret, le të themi. Shpresoj mos të gaboj por po të kishte gjendë, më kishte ngel në mend një emër konkret, një këngëtari që më ka suportuar për sa i përket po, ka qenë një ndër kushinat e mia që isha atë në fillimet e mia Raimonda Kovaçi, është muzikës live. Ajo më thonë drejtën është përpjek goxha. Por nga këto që janë të estradës, nuk është se përpara se dal konga malli, pastaj mos e ka dal konga malli patjetër. Ato e kuptojnë. Që nga kompozitori i kongës që është edhe Kenzi që kanë pas absolutisht suport edhe nga disa të tjerë. Po bin me të thonë drejtën, muzika, kantoja, është një diçka që sado të mundohesh ti gjush me bryla, tjetrit kur vjen punat e skena flet vetë, kështu që do të thonë njerëz sa do të mundohen që mos të japin mundësi ose të zbehin. Po kjo është diçka që ta ka dhënë Zoti, kështu që herët avon të dolën pa. Po nuk e përjashtoj ato që mundësin kur të jepet një këngëtarit, mundësin tani kur të jepet për me dalë në skenë, ai e vazhdon nëse ai është i përgatitur. Patjetër, për shembull unë, domethënë për shembull unë këtë rast teve që ke qenë i përgatitur, ka mundësia teve që e ke vazhdu. Po, unë fola për shembull për sa i përket këngëtarët që le të themi se unë për shembull para se të bëj këtë këngë kam qenë pjesë ansamblit. Për shembull Aranit Hoxha është një këngëtar i muzikës popullore qytetar, është tenor në teatrin, ai patjetër që më ka suportuar, më ka ftuar edhe tek ansambli, pra domethënë më ka dhënë hapësirë për me shpalos veten, bile prandaj thash që mos të gaboja. Pra që tani vinë, por nuk janë të shumt, pra janë me pikatore, domethënë janë me gishta ata, numëron me gishta. Edhe realisht ashtu edhe Aranit Hoxha patjetër që më ka dhënë i far supportit, le të themi, për sa i përket muzikës. Cilën besoj që ka shumë këngë që të pëlqejnë të Kosovës. Cilën këngë e kishim këndu një balot që të pëlqen? Një balot që këndohet e na që është hit e na, ose që nuk është hit, po ty të pëlqen. Mas mallit, që kishim kënu sonte bashkë. Mas mallit, për shembull, unë do kisha dashur me kënu, siç e thash, një këngë të Ilir Shaqirit, për shembull. Okej, cilën? Poçari. Poçari, okej. Vajta në Stamboll, të bëj pazar dhe për kujtim të blej një vazo balte. Pace dhe selam, usta poçar dhe vazo më të mirë, për mua në e pate. Vazo janë nga dora se qmëra, dhe mu bën një zetë pesë copë, merdi rotull deti marmara, dhe dyqani turk mu hap si grop. Pa më sha poçari rën turqisht, unë në Shqipja kthevan me një rash, për që di poçari nuk u liksht, veç 2 pika lot në syja pash. Mos u qmen ky turku qera ta, unë e shaje aj me dorë në qaf, vazon tjetër mori në dyqan, dhe më tha ma shaj pash besën prap. Psherët ju dhe unë tha jam shqiptar, Shqip vëllat i shave dhe njëherë, fjara Shqipes blijet në pazar, në dyqan ka ko që se kam bjerë. Bravo. Shumë këngë e mirë. Dhe është këngë që ndëgjohet shumë, kur e kom një për herë parë, unë patë emocionu shumë. Pas një, të më thonë, e ka kënu edhe Selami Kolonja nëse s'ka bëj. Dhe kur e kom pas një këngën për i profës Selamis edhe për i lirita. Të madhe Ilir Shaqirit. Po. Të këngë patriotike qëndron mirë? Po, edhe këngë patriotike. Mirë themi. Po, mirë thonë. Atë kërkojnë kështu
ku ndos masane edhe këngë patriotike këndon, a? Po, tjetër, do më thonë... A keni ju atë këtë farë traditën me sofër me që kena ju? E kena. E keni? E kena traditën, e kena. Do më thonë, është goxha e përhapun. Si traditë dhe aty le themi mblidhemi, si funksionon sofra. Të na u bo shumë bile dhe femnat, që e ka... Po, që anë? E ka, po. Sofër shumë. Femnat i kumë një, tu që këshin qef shumë sofër, me një kongë sofrës. Për një ma... Po. Qëta është një pejteje, se ba. Po, kanë thonë që na pëlqen, interesant. Shumë mirë është kjo. Po, mirë është, po, unë për shembull, s'pëlqen. jo. Do më thonë femra kanë një vështirësi burë, se nuk mund ulen nga që kanë fustanet e shkuar, Unë me netë edhe në komë që mund të pëlqy komë të po, e vërtet, po, Kongë të absolutisht që sofrës. këto, po, Jo. normal. Okej. Mund pëlqen çdo kong. Sofrës, do më thonë. A ke sofrës që kja? A kja? Për Jo, një s'ke ke sofrës. Po jo, dhe se tash. Okej. Ciao, bu. Hajde, Ika, qa kina i pytje për... One, po du me ditë çka po të frymëzon. Me tonë drejten frymëzon. Për me ecë për para, për marrë qëllimet e mija, është, le themi, familje, vështirësit dhe problemet. Ka dorë zoti problemet s'kemi pas, për vështirësit që kemi kalu, dhe më thonë, ndër vite. Si fmi, për me arrit këtu ku jam dhe aty ku do më shku. Pra është, le themi, është familja, që është frymëzim kryesor. Për me ecë dhe me dhonë zarmë. Si. A ka pos në një moment, gati që këtë artistat i kom pyt, që kom intervistu, a ka pos në një moment kur këtë është më shput ju muzikës? Jo. Nuk e ka mendu asnjëherë, për fat mirë me thonë drejtën që e të shpru? Nuk nga që s'kam pritshmëri dhe nuk dëshpërohem, a din, me thonë që kam pritshmëri nga... Po, një kësi njerës, që nuk pres shumë edhe nuk... Nuk pres shumë nga... Po, unë e bëj, le themi, diçka që e du. Kjo është një diçka që ma ka dhënë Zoti, unë e vej në punë, për njerëzit, për veten, edhe disa absolutisht nuk mund është me qenë mirë për gjithë, disa nuk kanë me dasht, disa kanë me dasht fort, pra le të themi, asesi nuk ka mendu për me e këtuar dhe nuk do mendoj, deri sa ta arres qëllimin. Bravo. Te kongë patriotike, cilën kongë patriotike e këshum kënu, ose që e ke mendu, përveç mallit, cila kongë ka shku në men e para, këtë këmë thonë në orë një intervist, që ke thonë, Malli. që ta mas mallit, që ke thonë e kësha kënu, në fakt jam pak si në dy mendje, jam do më thonë jam midis dy kongëve. Po na kënim të dyat. Po bashkoj mendjen. Okej, në rregull, pra. Po nda që fillojmë me Re të Zeza, nda që fillojmë Ani moj Shqipni, mos thuj Marova. Ani moj Shqipni, mos i veç na u lidhë me Shqipni. Ku e këshëm kënu këto? Ani moj Shqipni, jo mos thuj se maroj jova. Ani se t'jem tu, oha, loja gja i ale. One ka marshu moro reptan Kosova, e baj me luftën o bal për i ale. Ani ishin vitet o ma të shtira, me 1900 dhe i jetem. O kur Kosovën e veloj e gërësira, për me shpi o qdo bimbi dhe i jetem. Faleminderit. Okej. Anë që kej, mirë ka. Po. Atë pëlqej? Po. është kongë patriotike, është kongë që ka histori, që ka mesazh. Absolutisht. Edhe
problemi është që këto edhe këngët që bëhen, për shembull që kushtohen dëshmorëve, që gjithmonë kanë një tematikë, kanë një histori, kanë një dedikim të veçantë. Po përpara, zakonisht këngët patriotike që janë bërë për ne u kanë një ngjarje që kanë ndodhur, që e kanë tregu na për roda, na për ose dikush që ka qenë prezant edhe e kanë shkruar tamam këngët patriotike të vjetra tonë janë tamam histori. Në për këngë e kanë shpreh, e kanë thënë ato që e kanë vujt ose që e kanë përjetu. Është vërtet. Pra le të themi është traditë e jona që e me joknu në fakt edhe për fat të mirë le të themi tonin, është nuk duhet pra asnjë arsye që me uzbe si pavarësisht brezave që do vinë shumë mirë që trashëgohet kënga autoktone shqiptare. Patjetër. Fole qesh. Po. Për gjatë performancës kur këndon live. Këndon live, po, patjetër. Patjetër. Ki bendin tan? O ki vetëm me jo, kam vëllërit Gurra, është Markeliani dhe Rafaeli, që është Sinti dhe saks klarinet. Super. Domethënë janë le të themi kanë mbaru Universitetin e Artëve. Edhe janë muzikant shumë të mirë, edhe jam shumë e fat që punoj me ta. Edhe Gjerasin dhe i përshëndes. Edhe për me bë muzikë të mirë, të duhet muzikant i mirë. A ke performu playback ndonjëherë? Asnjëherë. Bravo. Shumë mirë, bravo. Çka nëse tu kish ofru koxhani shumë, një çmim i mirë dhe me thonë, me dorë me performu para 5000 vjet apo më playback. A kishe pranu? Është ba pak problem kjo gjë, sepse ai dëgjuesi vjen, domethënë paguën biletin që marr me dëgju ty si performon live. Po. Pra për me dëgju si performon playback, hap YouTube-in, okay, është në rregull, por ka shumë që po krijojnë playback. Për fat keq. Po megjithatë edhe ata kanë riskun e vet. Po. Kanë riskun e vet. Një balot Kosovës. Që tash më herët që të pëlqen. Më pëlqen cilën lavë në vetë më the të dua? Vetë më the të dua, okej. Vetë më the të dua, e tashëm ke haruar, e tashëm ke haruar. Mua mo harove, tjetrin e dashurove, tjetrin e dashurove. Talamanete mos më haro krejte, mos më haro krejte. Kur piqe qershia, kujtoj e lote mia, kujtoj e lote mia. Nice. Bravo. Bravo, shumë mirë. Po. Si të kam qenë projekti vetë i ardhshëm, ai të përgatit? Në fakt unë së fundmi kam bashkëpunuar me Olsin, Olc Blykun. Okej. Ku kemi pas një projekt goxha i suksesshëm, Raki, këngë Raki, që është regjistruar dhe xhiru, domethënë një ditë e gjysmë para se më hyj ferm. Ma ka nisë para ditët këngën, mas ditët domethënë e kam regjistruar. Të nesërmen kena bë klipin, edhe unë kam ikë, nuk e di që është bëha mrava. Pastaj kur kam dalë, kam pa që kishte pas të themi një sukses shumë të madhe. Se ika për 3 muaj, ika në gurbet, aty te ferma dhe... Qësh ishte eksperienca në te ferma? Që kalu mirë? Eksperienca më thonë drejtën shumë... Eksperiencë të mira, a? Po, e përgjithshme ka kalu mirë. Po, se kishte qenë ma mirë me pa fitu, po. E përgjithshme ka shku mirë. A ke pas vështirë me nejtë mbyllë kështu? Ja, domethënë ka dallim shumë edhe me formatin, domethënë siç është Bigu, ka dallim pak sa sepse Bigu është pak më i mbyllur, le të themi nuk ke shumë hapësirë. Ndoshta ferma kishte hapësirë sa dush, kishte serat, kishte lopën, kishte kafshët, kishte domethënë mundësi që në rast se ta bën dikush diçka për borxh një debat, mund ta shmange kollaj le të themi. Gjatë që po të më ofrohet le të themi Bigu, është pak e vështirë ta pranoj se unë për punë të vendit, unë kam me vendet e mbyllura, kështu nuk si kam raportet e mira.
Domethënë do kisha do kisha ne maksimumin një javë ose që po e shty fort 8 ditë, më shumë jo, domethënë maksimumi, një javë një ditë. Ti firma sa ke nejt? Kam nejt 82 ditë deri në ditën e fundit. Po. Bravo. Kështu që është eksperiencë shumë e bukur, tërësi, ndërsa për sa i përket projekteve, e kam edhe një projekt tjetër që me Olsin po punoj dhe me Aleksin. Alex Gjënpale, domethënë është edhe një producent goxha i mirë. Edhe avash po fillojmë, le të themi me gjithë shkallët e suksesit. Bravo, shumë mirë. Ega? Unë tash po du me ditë, do sana ma personale. Hajde, numri Shka kamës. nuk din, edhe pak, s'to ma sa nej. Po du me ditë, shka nuk din publiku për ty. Diçka që për herë parë, po do me thonë. Pa e me të thonë drejtën që nuk din, ta në e din, më kanë pas 3 mujat. Po thu që je shfaq nga Total. Për sa i përket jetës personale, ke fjalën ti? Qa dush? Qa të ki Edhe atë e qëtë? din publik. Edhe pra atë e din. A ki do një kongë dedikim? Kam dedikim për nanën. Po. Kam ba edhe ka qenë pjesë e festivalit vitin e 62, pra do thonë në festivali 62. Malli ishte festivali 61, nani ishte festivali 62, një balat shumë e bukur. E kam punuar me një smullaj. Edhe kishte goxha është goxha e thellë si këngë dhe më pëlqen shumë. Kjo është dedikim. Kam bërë dedikim tjetër për jo për shiko, me thon drejtën. S'kam bërë dedikime siç e bojnë gjithë, pra jo po për kështu, sepse duhet që të godas me dedikimin që të bëj. Kam bërë edhe për vendlindjen. Kam bërë edhe një ajo është produkti im, domethënë atë kam kompozuar. Edhe një këngë shumë e bukur. Edhe ajo është, le të themi, etno klasike ose diçka kështu është. Lloji i shkollës përshtat edhe në këndim edhe në trailer kështu. Është jamël. Po, do të thonë as nuk është e bërtitur, as nuk është e sforcuar, është krejtësisht. po du më të një diçka tjetër përveç që ti zhondit që e kënonëm, që të patriotike, që kjo ma balashe, po du më të një diçka tjetër. Qa ke menu diçka tjetër më na këndu sonte që një kongë që se kena një nduelin të e këndu ma herët. Po flasë s'kena ndëgju në aspektin publik, si ti lajt besoj që e ke kënu, po... Atëherë, po bëjmë një balade shumë edhe kjo është shumë e bukur. Kënga Jam keq. Edhe pse jam në rregull, jam shumë mirë, po jam keq është. Okej, çfarë tonaliteti? Jam keq. Ku e këtu? Fa. Se ti s'ma ke thirë, s'ma thu mirë mëngjes. Okej. Ti në rregull. Po e kënojmë tonalitetin fa, mendoj është më. Po. Okej. Hajde. Super. Hajde. Jam keq, se ti s'ma ke thirë, s'ma thu mirë mëngjes, as natën e mirë. Një dyshim, zemër ma trishton, mos qofti vërtet, se nuk di qa boj. Jam keq, sekreti kam dhënë, e sos po kam zemër, as ku jem e thonë. Një dyshim, zemër ma trishtoj, mos qofti vërtet, se nuk di qa boj. Ti, pa dashni, pas ke putur, ti, zemrën që t'ka dasht, e ke bat pa lumtur shpresat, mi ke kputur. Ti, pa dashni, pas ke putur, ti, zemrën që t'ka dasht, e ke bat pa lumtur shpresat, mi ke kputur. Wow.
Mos qaj. Ty këtu koj qika. Çfarë kongë? Po të më të pyet tjera, kështu që veç të vetë njëre nuk e lodhëm që një zatë. Qa me bo? Qa muzikën nga në? Una? Po. Po qëto që e kënojnë fillim. Kompletina janë goj. Malli, ja? Po. Për në me? Po, hajtë edhe një. E bëjmë për ty, bëjmë pa tjetër. Po, nice. Të cilin këngëtar i Kosovës të pëlqen? Janë disa në fakt. Më pëlqen Labinot Tahiri. Po, Labi. Po. Më pëlqen shumë edhe Ylli Demaj, më pëlqen. Okej. Edhe Rashidi Butrinti. Po. Edhe i më pëlqen. Le të themi, ka goxha, unë për vërtet dëgjoj këngë të ndryshme nga, domethënë nga stile të ndryshme, pra nga këngëtarë të ndryshëm. Edhe kështu e shijoj. Pra kam shumë dëshirë të shoh se si e trajton këngën Labi ose si e trajton këngën Ylli, po të njëjtën këngë, por që gjithë secili e trajton në mënyrën e vet. Kështu që është një gjë që unë e bëj shpesh, domethënë. Me cilin kështë dosh me pas një bashkëpunim? Me të dy. Me të tre. Me krejt. Se tash edhe për. Me të dy, patjetër. Edhe me Labin, patjetër edhe me Yllin. Shumë i vështirë. Mëna me kështu me bë diçka të mirë edhe me prezantu edhe me shumë kënaqësi. Të thotë janë këngëtarë të mirë dhe janë djem të mirë. Sidomos Labi ka përkrah shumë artistë të tjerë gjithmonë. Edhe Yllin e kam shoh Butrintin, edhe Butrintin të tre vjet ku mbo këngë edhe Butrintin ku mbo. 3-4 vite që i ka të fundit i komponuan, të tjerë janë këngëtarë të mirë. Një këngë për dashni tjetër diçka, një balot që e ke mendu. Ka erdhëm rrugës bashk për nduka qenë e ke këndu Poj Vjenera. Poj Vjenera e Zez, edhe kjo është ndër perlat e muzikës popullore shqiptare. Edhe qëtoa? Hajde. Po këtu të mund në sofrë me këtë këngë. Poa? Si. Po hajde edhe që. A ullim që për mi. Okej, ku e këshëm më këto, edhe pse jena në fund, e këshëm bëdhe qëto. Hej, poj Vjenera morore të ze, e za vino prej malit moro breza bere, e za na kashkelo o hasmio të tera. Ej, dridhen malet jo nuk tunden e ku, ullat në lot burniso o po maten e bu, urat e sel shojnë plamen o pandru e ksullat. Nej, shone Karabio kur e shkrepa, po i knane tribio kong të veta. Ka në hype shqipeto në për e shkrepa, në për e shkrepa. Ka dale asem se tu ka mura, e na knajnë pushketo në perkula. Ta në shoj me vendino, pla me peluma, o pëlla me peluma. Bra, a veç më uqë sa poshtë. Faleminderit shumë. Që kjo bashkë për sofër, shtë me i për mi sofër. A një përvisha edhe unë e pro? Po, më për mrej më ullë shtë kom kreq. E thash qatë kuptim. Për rafshi, po. Veç jemi në fond, të kësha falenderu shumë, po të më falenderu që ishte sot me neve, edhe përgëzoj për krejt këtë talent që e ki, këtë vokal, këtë mjeshtri, edhe këtë saktësi që e ki në vokal. Shumë faleminderit. Ke shumë i sakt, shumë i mirë, edhe bolë munova
më nëzonë ngosht në për krejt zhanë, po kes fenomenal ke, gjithë shka, perfekt ke. Shumë faleminderit edhe ju, Zoti rujt, edhe gjithmonë për të mirë mbledhje. Patjetër që kam po edhe herave tjera. Po, ne këtu përfundojmë sonte mësafiri joni që ishte nga Shqipëria, Andoeli, që sinqerisht që shumë diçka special. Pra në mbet mu po një javën tjetër me mësafirin e radhës. Mirë mbeshjet e atër, faleminderit shumë, natën e mirë.